doli në pjesën e dytë e emisionit, pra në pjesën e të ftuarit ton special. Ai është një gazetar i njohur nga të gjithë ju, por njëkohësisht një opinionist dhe analist në vlera, shkrimtar dhe kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, dhe ky është zoti Aleksandër Çipa. Zoti Aleksandër, përshëndetje. Përshëndetje. Unë ju falenderoj që pranovat ftesën dhe të bëhet pjesë e emisionit tim. Kënaqësi që jam në fjalë. Atëherë, ne kemi tradit këtu në emisionin ton që pyetja e parë dedikohet plotësisht vetëm juve. Pra, kush është zoti Aleksandër Çipa? Unë kam lindur në Imar dhe fëminile kam kaluar në Imar. Pastaj adoleshencën e kam vazhduar në Gjirokastër dhe aty kam kaluar pjesën më të rëndësishme të jetës time, gati 22 vjet, dhe mandej në vitet 2000 jam transferuar në Tiranë. Duke jetuar një vit në Tiranë, mandej kam jetuar edhe një vit në Prishtinë, dhe jam rikthyer rishtazi në Tiranë, ku edhe aktualisht jetoj aty. Unë jam prindi 2 djemve, të cilët tashmë janë në moshë madhore, kanë përfunduar studimet e tyre. Bashkëshortja ime është një përmetare. Unë vi nga një familje e cila është përballur si kundër gjithë familjet e tjera shqiptare me vështirësitë e jetës, por me 2 aspektet cilat janë anët e një medalje. Është pjesa e shkëlqimit të kësaj medalje për shkak të talentit dhe asaj çka përfaqësuar i madh, Lefter Çipa, një poet dhe punonjës i devotshëm i polifonisë shqiptare për më shumë se 5 dekada. Dhe nëna ime një punëtore e cila është kujdesur që përmes vlerave dhe mishërimit të virtyteve për një nënë Tereze, të ushqej tek 5 fëmijët e saj ndjenjat më të shkëlqyera për atë dheun, për vendin, për shoqërinë dhe në mënyrë spikatëse për ato çka identifikoi njeriu dhe që përbën identitetin kombëtar të tij. Këto pak a shumë kanë qenë në aspektet si një ravizim i plot i jetës time deri në moshën e 50 e kusur vjetëve që kam sot në shtëpi. Unë ju falenderoj sepse këtu ju na dhat mundësinë që ne të njohim një anë tjetër të jetës tuaj private. Atëherë do të vazhdojmë me pyetjen e dytë. Çfarë mund të na thoni diçka për fillimet tuaja dhe kryesisht për punën tuaj si redaktor në gazetën Pararoja? Para se të shkojmë te gazeta Pararoja, unë pata fatin të jem edhe bashkëpunëtor, por edhe redaktor për një vit, sepse ajo ishte një gazetë që i përkiste sistemit të kaluar. Unë bashkëpunimin me shtypin dhe me radion e kam filluar më herët, që është në vitin e 2 të shkollës mesme pedagogjike Pandelis Sotiri në Gjirokastër. Atëherë kuptohet që isha në fillesat e një letrari të ri dhe raporti midis talentit dhe ambicjes për të hyrë në letërsi dhe gazetarisë, sidomos në pjesën informuese të saj, ishte shpesh i padallueshëm, edhe për shkak të një sistemi shumë të kontrolluar që kishte media e atkoshme në Shqipëri. Mirë, po pasioni dhe sidomos shija që përjetoja unë pas publikimit të një lajmi, të një poezie, reportazhi, të një artikulli, vëzhgimi apo shënimi tjetër eseistik në shtypin e atkoshëm, ishte një ngazëllim, sepse të dukeshte sikur kishe fituar një avenir në raport me shokët, në raport me grupmoshën tënde dhe me komunitetin ku gjendesha. Por kuptohet, pjesa e kulturimit tim është e lidhur me qytetin e Gjirokastës dhe me ciklet shkollore që unë pasova. Nga shkolla e mesme pedagogjike Pandelis Sotiri, unë vazhdova institutin e lartë e Qerem Çabej dhe mandej universitetin e Qerem Çabej dhe pata mundësi të shkollohem njëkohësisht edhe për ciklin e ulët si mësues, por edhe për gjuhë letërsi ku edhe u diplomova. Të gjitha këto ishin një përjashtim në atë kohë dhe në atë sistem, sepse në atë kohë nuk mund të ndiqeshin njëkohësisht 2 degë, dhe unë përbëja një përjashtim, sidomos në periudhën kur sistemi ishte në abysin e vetë, në tejkalimin e asaj kohë dhe në pragun e kalimit të një kohë tjetër. Periudha e punës sime si redaktor i rinis dhe për kulturën në gazetën Pararoja, që ishte në Gjirokastër, ishte një vjeçare, shumë e vogël, mandej ajo gazetë u mbyll sepse ra sistemi, dhe bashkë me kolegun tim,
Habib Jashari, një gazetar nga Përmeti, i cili tashmë është një sipërmarrës dhe nuk është më gazetar, në detyrë, sepse në gazetar në instikte dhe në dëshirë ai mbetet ende, hapëm gazetën Java, u përballëm me mungesat e legjislacionit për pasjen e një gazete private. Java në këtë pikpamje ishte gazeta e parë, pluraliste, por atë mos e pavarur, në gjithë spektrin shqiptar. 2 muaj më vonë u shfaq Koha Jon, e cila pastaj u bë një gazetë e famshme. Faleminderit. Por tek gazeta Koha Jon do të qëndroja pak. Si u ndjet kur morët lajmin se ju jeni caktuar si redaktori i parë i rretheve? Në fakt, unë isha më i lumturuar kur isha kryeredaktori i gazetës Java, e cila ishte një gazetë e rëndësishme në jug të Shqipërisë, dhe kështu edhe stilemën e vetë përcaktuese kishte gazeta e rretheve të jugut. Atëherë ndarja administrative nuk ishte kjo, ishte ndarja sipas rretheve. Ishte një gazetë e cila mblodhi pjesën më të mirë të gazetarëve të jugut të Shqipërisë, duke filluar nga Fieri, atëherë në atë kohë ne kishim nga Fieri një korrespondent, Hasan Aliaj, kishim disa kolegë të tjerë, në Gjirokastër kuptohet që ishin Ilir Babaramo, Angel Seriani, kishte Gzim Basha, ne kishim një grup gazetarësh të cilët pastaj u bën shumë të dëgjuar dhe vazhduan karrierën e tyre në nivelin kombëtar. Gazeta Java ishte për disa vite u shtyp në të njëjtën shtypshkronjë ku shtyp edhe gazeta Koha Jon në Tiranë. Dhe aty ram në kontakte qysh në fillim, dhe propozimi ka qenë nga zoti Nikol Lesi, që si ishte botus në të njëjtën kohë edhe drejtori i gazetës, më thotë, a mund punosh edhe për neve paralelisht, dhe unë njëkohësisht kam punuar për Kohën Jon, por pa u shkëputur nga cilësia ime si kryeredaktori i gazetës së rretheve të jugut, gazetës Java. Në kuptoj. Atëherë, në mos gaboj, ju keni qenë korrespondent edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe po flas pikërisht për radion britanike BBC. Si ishte kjo eksperiencë për ju? Padyshim që është pjesa më aureolike e karrierës ime në gazetari. Ka qenë një ofertë bërë nga miku dhe kolegu im Ilir Kadia, në atë kohë ishte korrespondenti i Tiranës, dhe mandej me 2 kolegë të tjerë pata misit, cilët ishin pjesë e redaksisë Tiranës së seksionit shqip të BBC-s, Aleksandr Furxhi, ishte Patos Akmati dhe Sokol Gruda. Sokoli më vonë në 97-ën u vendos në Londër. Ishte një punë e shkëlqyer. Unë pata një fat sepse ishte një fat që lidhet pas gjithshmërisht me fat mbrapshtësinë tonë kombëtare. Në periudhën e vitit trazuar 1997, unë isha i vetmi reporter që lëvizja në gati 300 km në ditë në qytetet jugore të Shqipërisë dhe në varësitë e edicioneve informative të seksionit shqip të BBC-s, por edhe të transmetimeve që bëheshin nga shërbimi botëror i BBC-s, unë përcjellja situatën, episode, ngjarjet dhe ndodhit e tjera që përjetonte hapësira e vendit në këtë periudhë. Për më shumë se 4 muaj, unë lëvizja në segmentet Gjirokastër, Vlorë, Himar, Fier, Tepelen, Përmet, Korç, një pak raste, sa kaloi. Kjo është periudha më e shkëlqyer, ishte një periudhë e kontakteve të mëdha, mbaj mend në atë periudhë mbriti për një kalim reporteri i luftës i BBC-s Paul Wood, dhe me anë të telefonit satelitar të tij kam shijuar dhe përjetuar edhe transmetimin e disa prej kronikave që lidheshin me zhvillimet në Gjirokastër dhe në Tepelen, përmes telefonit satelitar të Paul Wood. Dhe ky ishte bashkëpunimi im pikpar me një reporter lufte i cili kishte dimensionin e hapësirës ndërkombëtare. Zoti Aleksandr, më lind natyrë shumë pyetja se çfarë mendimi keni ju si analist për gjendjen aktuale të medias në vendin tonë? Media në Shqipëri është një nga fushat ku ka një ambicje të zhvillimit dhe të përmirësimit teknologjik në mënyrë shumë befasuese. Dhe sot në Shqipëri nuk mund të flitet për një skenë mediatike e cila është e prapambetur, apo është në diferencë me vendet e rajonit. Madje në nivele teknologjike në momentet caktuara media shqiptare mund të konsiderohet një media avangardiste. Mirë po, problemet e medias janë të lidhura më shumti me
gjendjen profesionale dhe me raportet e mungesës së cilësisë së përdorimit të lirisë. Liria e medias në Shqipëri është liri e pa cilësishme, sepse në jo pak raste pjesa dhe kontributet amatoreske e deformojnë vullnetin dhe cilësinë e medias, raportin dhe misionin që ajo duhet ketë me shoqërinë. Ka pas një keq interpretim të misionit informues dhe duke nihiluar ose mohuar plotësisht misionin edukus dhe orientus të shoqërisë dhe sidomos të kategorive të veçanta, kryesisht atyre të reja. Të gjitha këto janë probleme të defekteve që shfaq media sot në funksionimin e saj. Por duke qenë një media që zhvillohet në kaos, në një anarki dhe në një rrethan inflacioniste, ajo natyrisht që shkakton edhe trauma, edhe defekte në funksionin dhe sidomos në marrëdhënien me opinionin publik dhe me shoqërinë. Shoqëria jonë është një shoqëri e një kombi të vogël nga pikpamja demografike dhe do të duhet të ndiqte shembujt e disa prej vendeve nordike ku prioriteti informues i medias bashkëshoqërohet me prioritetin edukus, orientus dhe mbrojtjes së identitetit të vlerave dhe të trashëgimisë. Nëse këtë shembull do ta merrnim dhe do ta ngjiznim me realitetin mediatik shqiptar, atëherë media nuk do të kishte sot këtë problematik të kritike në marrëdhënie me publikun. Publiku është i pakënaqur nga media dhe për këtë arsye, shpesh shumë prej mediave tona ose jetojnë në mënyrë të abuzuar, ose kanë, le të themi, indicie apo qoftë edhe sindrome të korrupsionit informues dhe mediatik. Një kuptoj. Atëherë unë në fillim i prezantova si një shkrimtar dhe tani dua të qëndroj pak këtu. Si ju lindi ju ideja për të shkruar? Unë kam lindur në një familje që përveç babait shkruanin edhe xhaxhallarët. Edhe marrëdhënia me shkrimin, madje edhe gjyshi në kohën e vet, edhe pse ishte një individ që kishte kaluar kalvaret e 6 llojeve burgjeve në sisteme të ndryshme. Babai tim kishte bërë burgun e Grekut, burgun e Italisë së parë, burgun e luftës së dytë botërore, burgun e mbretit, burgun e diktaturës nga 47 në 52 dhe kishte fituar një shkollë që e kishte ngritur në nivelin e një filozofi popullor, një njeriu që kishte një mënyrë arsyetimi dhe interpretimi të letërsisë klasike, kryesisht asaj greko-romake, dhe të filozofisë në 2 dimensione, të filozofisë historike dhe të filozofisë si koncept ekzistencial. Këto janë, le të themi, mësimet e para që mora unë në familjen time. Këto janë tundimet e para që pata unë për në marrëdhënie me letërsinë. Pastaj raporti me babain, kuptohet, babai ishte një poet shumë kompleks, sepse ai mishuronte poetin popullor tradicional, por në të njëjtën kohë silte vlerat e një poezie e cila me kalimin e dekadave fitoi edhe vlerat e një poezi filozofike, lirike, sentencuale, maksimuse, të një poezie e cila përcillte në të njëjtën kohë atë identitet, atipizëm që ka një poezie e një individi siç ishte babai. Kjo ishte pjesa e parë. Dhe kuptohet marrëdhënien me tekstin autorial, unë e fillova në gati në klasën e 6-7. Mbaj mend në koleksionet e revistave të atërshme për fëmijë, gazeta Fatosi, Pioneri, unë pata botimet e para. Më vonë në Zërin e Rinis, në gazetat lokale dhe mbritur pastaj tek gazetat kulturologjike kombëtare, siç ishin gazetat Drita, revista Nëntoj e të tjera. Atëherë, unë do të doja shumë që ju të na citoni disa vargje poetike, nëse keni mundësi. Ndoshta njëra që lidhet me poezitë e para, me fillimet e mia letrare, është për atë peizazhin e bukur që shpalosej nga shtëpia prindërore ku linda unë në Himar, në lagjen Stefanel, e cila është ngjitur me lagjen Spilet të qytetit të Himarës. Dhe sa zgjoheshim në mëngjes, dinim në balkonin e shtëpisë dhe na dukej sikur deti ishte obori i shtëpisë sonë, sepse shihnim direkt detin. Edhe më ka ngel një peizazh, po ta quaj një poezi peizazh.
Dallgën e parë që i dëgjoj Jonit, e kam shkallën e parë të pragut tim. Gjithvija e shkumës birër, avdhia që më rrethon shtëpinë. Shumë e bukur, unë i përgëzoj. Atëherë, duke që se jemi në tetor, pra në muajin e letërsisë, doja ta prekja pak të pjesë. Për ju, çfarë është letërsia në vetvete? Dhe sa të afruar janë të rinj me librin, pra të rinj dhe sotëm? Për mua letërsia është e rëndësishme. Ka me qindra përcaktime për letërsinë nga autoritetet më të rëndësishme të letërsisë botërore. Dhe unë nuk duhet të bie në përsëritje, po për mua vetjakisht letërsia është një pjesë e pashkëputur nga jeta reale fizike e individit. Dhe është një marrëdhënie me veten. Në shqipe ka një fjalë të cilën e preferoj shumë. Është ajo që sapo e thash. Letërsia është raporti vetë me veten. Vetë me veten, sepse prej këtij raporti vetë me veten ti nxjerr produktin letrar, tekstin, të cilin pastaj e shpërndan dhe u jep të tjerëve. Letërsia është e rëndësishme sepse në një lloj pikpamje, markës i e quante edhe mjeshtëri të marangozit, pra ka shumë përcaktime. Po në shumë pikpamje, letërsia është një mënyrë dhe mundësi për të kryer refleksionin mbi jetën, jo vetëm për atë çka individualisht përjeton, por për atë çka e projekton tek të tjerët dhe e arkitekton për të tjerët, për ata që të janë pas teje. Marrëdhënia me letërsinë dhe produkti i letërsisë prej autorit është një marrëdhënie me gjithkohësinë, sepse tekstet e cilësishme, ato që mbatin vlerë, jetojnë edhe pas kohës fizike të autorit. Dhe kjo është, besoj, një nga gjërat më interesante. Kjo nuk është mistike, po është pjesa më e shkëlqyer për të tejkaluar atë dialektik të misht që përjeton njeriu në marrëdhënie me shoqërinë apo me fatin individual të tij. Kuptoj. Por sa të afruar janë të rinj me librin, të rinj dhe sotëm? Edhe pse unë kam vështirë të jap një përgjigje si recet, për shkak se fatkeqësisht në realitetin e shoqërisë sonë mungojnë studimet dhe testimet rigoroze shkencore. Unë duhet besoj që ka një marrëdhënie të mirë, por kjo marrëdhënie është bërë më komplekse me lindjen e mediave të reja, sepse sot ne nuk kemi një dieni dhe statistik për leximin e letërsisë që vjen prej mundësive të reja teknologjike. Një pjesë e njerëzve tradicional e mohojnë këtë fakt, por është marrëdhënie me tekstin, me autorin, dhe si e tilla ajo duhet të respektuar. Jo më pak, brezi gjeneratat e reja tashmë janë gjeneratat e iPhone-it, e telefonit, e Samsungut dhe e mjeteve të tjera të teknologjive të komunikimit. Dhe marrëdhënia verifikuese për leximin është bërë shumë herë më e vështirë për t'u testuar dhe për t'u dijesuar në marrëdhënie me shoqërinë. Prandaj unë jam optimist që nuk është varfëruar leximi. Ndoshta është bjerur ajo marrëdhënie tradicionale me librin tradicional, por është transformuar në një mënyrë tjetër. Se në hapësirën virtuale sot ofrojnë opsione dhe tekste të shkëlqyera bashkë me pjesën e lumtë të tyre, atë pjesë të parëndësishme dhe ndoshta edhe bakterizuese për shoqërinë dhe për ndërgjegjet e reja të rinisë sonë apo të lexuesve të rinj. E kuptoj. Atëherë për ju zoti Aleksandër dhe për të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit televizion dhe Apollon, ne kemi përgatitur një surprizë. Dhe zoti Aira që do të vi tani në skenë, sepse ai e ka përgatitur, në fakt. E mirëpresim. Përshëndetje të nderuar telespektator, bashkë advetar, kudo që ndodheni brenda dhe jashtë vendit. Kur i madhi Lefter Shqipa dërrojet me dhimbje u ula dhe shkruajta këtë homazh. Falderoj presidentin e televizionit Apollon, zotin Artur Ristemi, njëkohësisht dhe drejtuesin e emisionit Olsi Sherifaj, që kur ju bëra propozim për të sjellë djalin e tij të madhit Lefter Shqipa, zotin Aleksandër, ata ju përgjigjen me dëshirë dhe sot kam nderin që përpara djalit të madhit Lefter Shqipa, zotit Aleksandër, të recitoj këtë homazh. Homazh
për poetin vlojat dhe rapsodin Lefter Shqipa. Sot u gdhi me gjez i trisht. Shuhet i madhi Lefter Shqipa. Familia është dëshpëruar e qanë me lot, besa dhe nipa. Ju të afrimit, mos u trishtoni, se për Lefterin jemi krenar, dhe jo vetëm juve si familje, por i gjithë populli shqiptar. Gjeniun e vargjeve popullore, dhe pra ti e mban gjallë, dhe dhe jetoj në shekuj, se ishte një kryus i rrallë. Poetin e imarës, Lefter Shqipa, e vlerëson e gjithë Shqipëria, frymëzimin e tij shumë i madh është i bekuar nga perdia. Ishte rapsod dhe poet i madh, si Lefter Shqipa gjende rrallë, ngarkesën e kishte të madhe, por ishte i aftë dhe i beri ballë. Ishte fosfori i këngës labe dhe mjeshtër i polifonisë, ngelin deri i familjes së tij, por dhe i gjithë Shqipërisë. Princi i polifonisë shqiptare, poeti dhe rapsodi vlojat, me krijimtarin e tij të bukur, po kënaq qytet dhe fshat. Lefteri bashkëpunoi me të gjithë, me kompozitor dhe këngëtar. Punoi me dëshirë e përkushtim, prandaj Lefterit i vajti mbar. Mjeshtri i vargjeve popullore, Lefter Shqipa nuk do harrohet. Nga këngët e bukura që la pas, brez pas brezi do të kujtohet. Lefter, të prehesh në paqe, në parajsën ku ke shkuar. Ke qenë njeri zemërmadh, prandaj Zoti të ka pranuar. Faleminderit. Tani, këtë omazh për të madhin Lefter Shqipa kam derin që t'ja dorëzoj djalit i Aleksandër, që ky omazh për të madhin Lefter Shqipa të ngelet në arkivin e të madhit Lefter Shqipa i përjetshëm. Faleminderit. Faleminderit. Falenderoj që ju përgjigje dëshirë, se kisha dëshirë shpirtërore. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe unë falenderoj Zoti Air për këto momente që na dhuruat. Faleminderit. Atëherë Zoti Aleksandër, unë do të doja dhe nga ju një koment se si u ndjet nga këto vargje dhe nga kjo surprizë që ju kishim bërë. Po është një emocion që vjen nga fakti që shumë njerëz cilët janë në distancë mik të babait tashmë të kaluar në amësim, shprehin publikisht një ndjenjë, një konsiderat, një vlerësim për babain, sidomos për punën dhe atë kontribut që ai ka në fushën e kulturologjisë, po letërsisë dhe në mënyrë të veçantë polifonisë shqiptare. Është e natyrshme që të ketë emocione, edhe që të shkaktoj një gjendje e cila lidhet me mungesën, aq më tepër që raporti im me të ka qenë një raport shumë i veçantë. Atëherë, do doja të qëndronim edhe pak këtu për të bërë pas mbylljen e emisionit. Siç e dinë të gjithë, ju jeni biri një babai i cili është cilësuar si nder i kombit. Mjeshtër i madh i poezisë popullore dhe që i ka dhënë shumë polifonisë shqiptare. A mund na flisni diçka për këtë ju lutem? Po, unë e kam pak të vështirë që të bëj një rezume të punës. Ai tashmë është i njohur, po unë do doja të flisja këtu edhe besoj për bën kurreshtje për audiencën dhe për opinionin publik, për atë çka mbetet për të bërë dhe për të servirur tek lexuesi dhe tek opinioni publik nga vepra e lënë në proces krijues nga babai. Aktualisht, më duhet ta them që ne po përgatitemi për një vjetorin e ikjes së tij nga jeta dhe për 80 vjetorin e ditëlindjes të cilat po përkojnë shumë afër me njëri tjetrin. Babai lindi në 14 shkurt dhe u largua nga kjo jetë në 18 shkurt. Aktualisht, unë në cilësinë e redaktorit po përgatis vëllimin e dytë të tekstit të librit Këngët e Adauti, që janë tekste këngësh të bashkëshoqëruar me shënimet që specifike që ka lënë babai, se ku është kënduar, nga kush është kënduar, cila ka qenë Jehona e tjerë, janë këngë shumë të njohura, një pjesë e tyre janë
të shpërndara jo vetëm nga grupi polifonik i Pilurit apo i Marrës, por edhe nga grupet të tjera të njohura të polifonisë dhe jo vetëm të polifonisë. Përfshihen këtu edhe këngë që këndojnë artistë të këngës qytetare, të muzikës, të këngës së kultivuar e të tjera. Në të njëjtën kohë, pas masterizimit ne po bëjmë përgatitjen e albumit me këngët më të famshme të babait, që besoj do të jetë vëllimi i parë, sepse ajo babai ka lënë shumë se gati 2000 këngë dhe është e pamundur që ti grupojmë. Ka disa libra të pabotuar babai ende, ka lënë 2 libra të cilat janë pjesë e një studimi, por kryesisht njëri që flet për tipologjitë e polifonisë sipas grupeve dhe krahinave në Shqipëri. Dhe ky është një libër shumë i mirë, në studime dhe refleksione prej tij. Ka lënë një monografi të ndërprerë për shkak të ligjes nga jeta të grupit të famshëm të Pilurit, të cilin ai e strukturoi dhe udhëhoqi në cilësinë e drejtuesit artistik, por edhe të autorit dhe të kompozitorit të këngëve të kënduara nga grupi i Pilurit. Në të njëjtën kohë, unë jam duke marrë me mbylljen e projektit për Muzeun e Fjalës Lefter Çipa që do të jetë në Pilur. Do të jetë një muze atipik, besoj ne po punojmë me disa arkitekt, me disa skulptor, që muzeu do të jetë kryesisht me gdhëndje, portiku i portës kryesore të hyrjes do të ketë të gdhendur titullin e librit në intervistë se që ka bërë Imbir Akri me babain, por që është një shprehje e njohur e famshme e babait, jemi qysh pa ardhur depi, dhe mandej në pjesët e oborit do t'jenë të gdhëndura sentenca, epistolate, maksima, epigrame, vargje, dhe gjithë muret e muzeut janë kompozuar në një mënyrë të tillë të ndarë në seksione, bashkëqyruar me barkodet për të dëgjuar çdo vizitor përmes fotografimit në YouTube këngën autentike, autoriale të babait. Do të jetë një muze interesant, i pajisur edhe me artefakte. Besoj do duhen më shumë se 4 vjet për ta realizuar plotësisht këtë projekt, sepse unë e konsideroj një nga gjërat më të veçanta që duhet të bëj. Atëherë, zoti Aleksandër, do ta doja edhe një mesazh nga ju për të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit televizionit Apollon. Mesazhi im është që marrëdhënia me gjërat e kulturës dhe të identitetit kombëtar duhet të jetë pjesë e frymës së çdo familje shqiptare. Unë jam një qytetar që kam lëvizur në shumë vise të botës, në disa nga kontinentet. Dhe sa herë jam identifikuar me aspektet e identitetit tim kombëtar, kam tërhequr vëmendjen e kolegëve, të publikut aty ku kam pas mundësinë të komunikoj përmes medias dhe të audiencave të ndryshme në cilat. Prandaj jam ndoshta tradicionalist në këtë pikë, por të orientojmë prezat e drejt trashëgimisë dhe identitetit tonë, aq më tepër kur flas nga fieri që ka asete të mëdha të arkeologjisë dhe të kulturës kombëtare, të traditës, të riteve dhe sakore, kjo janë ndoshta më suksesshme që mund të bëjë një njeri i cili pretendon të jetë investuar në fushën e komunikimit dhe në marrëdhënien me opinionin publik. Atëherë unë ju falenderoj edhe një herë për të mesazhin që do të thënës, dhe që u bët pjesë e emisionit tim. Jeni më pritur në të tij. Ju sukses në Të nderuar teleshikues,